Jemi sot në studion e emisionit të mëngjesit për të realizuar një bisedë të cilën kam shumë kënaqësi realisht ta realizoj gjatë ditës së sotme me ambasadorin e Çekisë në Maqedoninë e Veriut, zotrin Jaroslav Ludva. Mirë se erdhët. Faleminderit. Shumë kënaqësi ju kemi këtu sot. Do të flasim pak më tepër për faktin që ju flisni shqip, si e keni mësuar dhe krejt aspektet tjera. Për mua fillimisht ka qenë surprizuese, nëse mund ta them, fakti që ju flisni shqip. Për të gjithë shikuesit tanë që po na ndjekin për momentin, nga erdhi kjo iniciativa për ta mësuar gjuhën shqipe? Shifeni, prej shumë kohë unë isha shumë interesuar për Shqipërinë kur isha djalë i vogël. Ma intereson Shqipëria, ma intereson gjuha e tyre, shqiptarëve, kultura, pozicioni geografik, çdo gjë, deti Adriatik, deti jon, edhe kam lexuar shumë për Shqipërinë. Në atë kohë akoma nuk kam mësuar gjuhën, por pastaj kur kam punuar në Ministrinë e Jashtme, sepse unë jam ish ambasador e Çekisë në Shqipëri. Edhe para disa vitesh, para 10-9 vitesh, unë kam mësuar atëherë. Unë isha ambasador në Shqipëri prej viti 2017. Edhe 3-4 muaj para se më ka ikur në Shqipëri, kam filluar të mësoj gjuhën shqipe. Në me thënë, ke filluar për para se të shkosh në Shqipëri? 2-3 muaj, 2-3 muaj për para. S'kisha shumë kohë, vetëm një herë në javë, apo një herë në 10 ditë, sepse kisha shumë punë, por ambasadori e Shqipërisë në atë kohë në Prag, ishte djali shumë i mirë, miku im, edhe ka mësuar në ambasadë. Ke mësuar në ambasadë gjuhën shqipe? Po. U bën vite, do me thënë, 2017, sa i bie? Goxha vite? Po. Dikush? Ishte në dhjetor apo nëntor 2016. 2016. Dhe flisni shumë pastër, shumë qartë në fakt. Si u gjendet në Shqipëri me gjuhën? Se gjuha shqipe ka edhe dialekte të ndryshme dhe është sfiduese në aspektin e komunikimit, pastaj sepse gjithkush flet dialektin e vet. Keni pas vështirësi? Kjo është shumë interesant për mua, sepse ma pëlqen shumë fonetika. Fonetika e gjuhës shqipe është shumë interesante. Kemi dialekte, toskerishtja, gegerishtja, edhe nën dialekte e tyre. Gegerishtja ka më shumë dialekte se sa toskerishtja, kryesisht gegerishtja verore, është shumë e vështirë të kuptosh. Po, është më shumë ndryshe se është interesante, është çuditshme, sepse kur të jeton në Tiranë, edhe aty është gegerishtja shumë e butë. Me dhe vaqismon që gati është zona 0 apo toskerishtja, por nuk është e vërtet. Sipas rregullave edhe Tirana është në zonën e gegerishtjes, por është gegerishtja shumë e butë, gati nuk është gegerishtja. Edhe në Tiranë jeton shumë njerëz nga jugu, edhe prandaj është ndryshe. Unë dua të them që fonetika në Tiranë është shumë ndryshe se sa në Shkup, edhe në Prishtinë. Prishtina është afër, nuk është larg nga Shkupi, por edhe ashtu ka shumë diferenca midis fonetikës në Prishtinë edhe në Shkup. Prandaj gjuha shqipe është shumë e pasur, edhe prandaj ma pëlqen. Ka qenë vështirë të mësohet, është një prej gjuhave të vetme që qëndron në degën e vetme, apo nuk ka ngjashmëri me gjuhët tjera, qëndron si degë vetme në pemën apo në drurin e gjuhëve indo-evropiane. Kështu që shumë njerëz ngurojnë ndonjëherë ta mësojnë gjuhën shqipe. Për ju si ka qenë si eksperiencë? Është shumë e vështirë të mësosh gjuhën shqipe. Unë gjithmonë them që ndoshta 10 herë më vështirë se sa gjuha angleze, por është gjuha shumë e bukur,
gramatika është e vështirë, logjika e gramatikës është ndryshe, por ma pëlqen shumë. Duhet të mesosh, duhet të flasësh me njerëzit, rredhosh, dhe pastaj mund të flasësh. Për shembull, në ministrin ton, në Prag, askush flet shqip. Edhe të gjithë kam thënë, është pa mundur të mësosh shqipen. Nuk ka mundësi, edhe unë kam thënë, jo, është e mundur, mbas 2 vitesh, do të takoj me ministra në gjuhën shqipe. Edhe ashtu ishte. Ashtu ndodhi, do me thënë. Si ju ka pritur, si e kam pritur më mirë thënë, shqiptarët e Shqipërisë faktin që ju flisni shqip, sepse ne dim të fascionohemi me faktin që njerëzit tjerë janë të interesuar për kulturën tonë, për gjuhën tonë në përgjithësi. Si ka qenë pritja atje? Mirë, pritja ishte shumë mirë, edhe ka mësuar shumë për kulturën, për jetën e shqiptarëve, për natyrën. Natyrisht është shumë ndihmuese. Ndihmon gjuha në aspektet diplomatike? Po, është gjithmonë. Takimi direkt është më mirë se sa me përkthyesin. Gjithmonë. Po, definitivisht. Çfarë ju ka mësuar gjuha shqipe për popullin shqiptar, për kulturën shqiptare? Cilat janë ndoshta disa prej gjërave që ju kanë lënë më tepër përshtypje? Ka mësuar më shumë për kulturën e tyre, për jetën e tyre, jetën përgjithshme. Edhe tani kuptoj më mirë, më shumë shqiptarët se përpara. Po në Maqedoni? Njësoj, sepse edhe këtu ka 2 gjuhën zyrtare, edhe ka njerëzit që flasin shqip, edhe me politikanet, me ministra mund të flasë shqip, ndihmon. Unë ju takova juve në teatr, kështu që është shumë e lehtë për ju të ndiqni një shfaqje në gjuhën shqipe, apo jo, i ndiqni këto ngjarjet kulturore në gjuhën shqipe në vend? Po, ma pëlqen shumë. Teatri shqiptar këtu është shumë modern, shumë progresiv, ma pëlqen shumë, kur mundem unë gjithmonë shkoj. Edhe në atë kohë ishte një shfaqje shumë interesante. Edhe ma pëlqen. Ishte Ricardi III, po. Ricardi III, historik, Shakespeare-i. Ma pëlqeu shumë. Në përgjithësi, kur jemi te gjuha, vështirësitë e gjuhës, kultura e gjuhës, ka pasur njerëz të cilët i ke pasur edhe vetes dhe kanë qenë të gatshëm të ju ndihmojnë me gjuhën shqipe në përgjithësi? Po, natyrisht. Cilat kanë qenë disa prej gjërave më surprizuese të gjuhës shqipe, ndoshta? Ndonjë fjalë që ju ka lënë përshtypje më tepër, ndonjë frazë? Nuk e di tani pikërisht, por struktura e gramatikës është shumë interesant, edhe për mua fonetika është kryesore. Unë kam një profesor e fonetikës këtu, i cili është nga të profesoret më të mira në mbar botën që flet shqip, është Aslan Hamiti, edhe 2 herë në javë ushtrojmë fonetikën, sepse ma intereson ndryshimet e fonetikës këtu në Prishtinë, në Tiranë, edhe këtu në Maqedoni ka diferenca. Fonetika këtu është ndryshe se sa në Dibër, apo në Struk, apo në Tetov. Fonetika e Tetovës është më afër fonetikës e Kosovës. Prandaj, kjo për mua është shumë interesant, ma pëlqen shumë fonetika e gjuhës shqipe. Mendoni që dialektet e gjuhës shqipe janë pasuri ose janë pengesë? Pasuri, natyrisht pasuri. Sepse i kemi edhe këto dyshimet dhe dallimet brenda, po merremi vesh pastaj njëri me tjetrin. Po, ndoshta për një fshatar nga jugu, nga një fshat afër Gjirokastres, është e vështirë të flasësh me një fshatar nga Kosova e Veriut. Po. Është e vështirë. Herën e parë
është shumë e vështirë për ata, por pas disa kohë mësohet. E kemi diskutuar shumë shpesh në fakt standardizimin e gjuhës shqipe. Mendon që gjuha duhet të ketë një standard, pastaj dialektet të jenë thjesht pasuri? Ka standardizimi po natyrisht, por dialektet janë pasuria e gjuhës. Gjithmonë, mendoj unë. Po. Është pasuria edhe besoj që është shumë mirë si është. Në krahasim me çekishten, si qëndron gjuha shqipe? Edhe gjuha çeke është shumë e vështirë. Fonetika e gjuhës çeke është shumë e vështirë. Shqiptimi është e vështirë, sepse ka disa shkronja në gjuhën çeke që nuk ka në gjuhët të tjera. Edhe slovakët, për shembull, nuk munden të shqiptohen mirë. Shkronja zh, për shembull. Shkronja zh është shumë e vështirë. Ju ka ndihmuar kjo me shqipen, se edhe shqipja ka ca shkronja ndryshe? Po, ka shkronja ndryshe, është e pasur me shkronjat, sepse gjuha shqipe ka 36 shkronja, kurse gjuha çeke ka 35, shumë afër. Shumë afër, po. Janë të gjithë gjuha janë të pasura me shkronjat edhe janë të vështira. Mendoj shqiptimi është shumë e vështirë, fonetika e të gjithë gjuhave është shumë e vështirë, do shta mund të ndihmon, por edhe ashtu, kemi disa shkronja që janë shumë të afërta, për shembull q, q, gj, gjë. Mund të, sepse për disa të huaj, është e vështirë. Prononcimi, po. Prononcimi q dhe q. Edhe për shqiptarët është e vështirë, sidomos për të Kosovës. Po, edhe këtu është vështirë për disa, sepse gëgerishtja nuk ka gjë, ka vetëm gjë. Nuk ka q, ka vetëm q. Prandaj, por është gramatik. Nuk dua të flas më për fonetikën, sepse unë mund të flas gjusëmore për këtë edhe nuk kemi atë shumë kohë, por dua të them që gjuha shqipe është shumë interesante dhe një gjuhë shumë e pasur. Definitivist. Cilat kanë qenë problemet kryesore me gjuhën shqipe? Ë-ja, ka qenë problem shkronja ë, shkronja ç? Jo, nuk është problemi fare. Ndoshta jo. Me që i keni këto shkronjat në çekisht? L dhe L. L dhe L. Sepse nuk kemi në gjuhën çeke, kemi vetëm një L. Okej. Nuk kemi L, nuk kemi L. Edhe kjo ishte pak problemi. Ajo është edhe te maqedont, L-ja dhe L-ja e kanë problem në maqedonishte, sepse i kanë edhe të ndryshme pastaj. Po. Si jeni gjendur në përgjithësi në Maqedoni, keni pasur interes të mësoni gjuhë tjera të rajonit, dini gjuhë tjera të rajonit, si qëndroni? Unë natyrisht mësoj gjuhën maqedonase, i cila është më interesant, unë kuptoj gati çdo gjë, të flas është pak më vështirë, por kuptoj, mund të lexoj, mund të kuptoj. E qartë. Çfarë mendoni për ruajtjen edhe promovimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut? Po hy pak nga çështjet politike, po thjesht është një çështje që nxit debat, apo vetë politikanët e nxjerrin në sipërfaqe shumë shpesh. Si e shihni rregullimin e gjuhës shqipe në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut? Unë dua të them një gjë. Sa më shumë gjuhën të e di, sa më shumë të e pasur. Është pasuria. Edhe nëse ka mundësi të jetosh këtu, mund të flasësh të gjuhën. Është pasuria. Për shembull, unë jam nga Republika Çeke. Përpara ishte Mbretëria Çeke. Në Mbretërinë Çeke gjithmonë gjatë shekullin 11 kanë jetuar çeket dhe gjermanët së bashku. Mbreti Çek ka ftuar gjermanët të hynë në shekullin 11. Ka shumë pill aty edhe shumë mall edhe ata kanë ardhur në Mbretërinë Çeke dhe prej atë kohë kemi jetuar së bashku edhe çekët gjithmonë kanë folur edhe gjuhën gjermane, edhe gjermanët kanë folur gjuhën çeke në Mbretërinë Çeke.
Prandaj ishte pasuria për të dy. Mendoni që ka një mënyrë funksionimi se si mund të rregullohet ligjërisht, apo kemi në procedurë e si për një formim të një trupi edhe për përfaqësim të drejtë edhe gjuha hyn disi në këtë. Mund të rregullohet ligjërisht sipas jush? Ka një formulë se si mund të bëhet? Në përgjithësi mund të rregullohet, nuk mund të them duhet të jetë ashtu apo ashtu, sepse nuk jetoj këtu, jam i huaj edhe nuk kuptoj 100% situatën si është, nuk mund të them, por në përgjithësi është mirë, fillon nga fëmijët të vogla. Ata janë në rrugë, luajnë së bashku edhe mund të flasin të dëgjohen. Pastaj në shkollë, flasin së bashku edhe nga të mosh. Njësoj si për shembull në Çekoslovaki, edhe në Çekoslovaki kishim dëgjuar gjuha çeke dhe gjuha slovake. Unë kuptoj 100% edhe unë mund të flas slovakisht. Ndoshta mund të bëj disa gabime, por mund të flas. Por vajza ime, për shembull, nuk flet. Nuk flet. Ishte vështirë, sepse në atë kohë ishte në radio, gjysmore në gjuhën çeke, gjysmore në gjuhën slovake. Pastaj prap gjysmore në orën çeke lajmet në 20 minuta në çeki, 20 minuta në gjuhën slovake, filmat. Një film në gjuhën çeke, filmi tjetër nga Slovakia në gjuhën slovake, ashtu çdo ditë. Por tani ajo kuptohet pak, por jo çdo gjë. Ishte pasuria për neve. Definitivist. Përse mendoni që gjeneratat e reja po e humbasin këtë? Përmendet vajzën tuaj, unë e shoh edhe te ne fokusohen te njëra gjuhë, nuk kanë preferenca për të mësuar të dyja gjuhët. Varet, në shembulli jonë është ashtu që nuk jemi në të njëjtën shtet më. Shteti Republika Çeke, Republika Slovake, prandaj por mund të lexosh librat, mund të shikosh televizionin slovake, por nuk ka shumë interes tani, nuk e di pse, për neve ishte normale. Edhe unë ndihem më pasur, sepse unë mund të flas gjuhën slovake, mund të kuptoj, mund të lexoj librat në gjuhën slovake. Kurse vajza ime nuk mundet. Si e shihni këtë pjesën e internacionalizimit të gjuhëve në përgjithësi? Gjuha angleze po merr çdo ditë më tepër një fuqi pak më të madhe në botë, në kuptimin që shumica e flasin, është goxha një gjuhë e famshme. Fëmijët madje përpara se të fillojnë të flasin shqip, tani kanë filluar edhe të flasin gjuhën angleze. Mendon që ka një rrezikshmëri të humbjes së gjuhëve? Shikoni, unë kam lexuar para disa muajsh diçka shumë interesante për gjuhën. Edhe kam lexuar që mbas 200 vitesh do të kemi vetëm 4 gjuhën në botë. Por jo anglishtën. Por jo anglishtën? Jo. Gjuha mandarin, gjuha kineze, gjuha spanjolle, gjuha arabe, vetëm 3. Gjuha spanjolle, arabe dhe kineze. Edhe kineze. Jo anglishtja. Interesante. Duke pasur parasysh që shumica po flasim anglisht, pretendojmë që... Tani për tani. Tani për tani. Por situata ndryshon. Situata ndryshon, definitivisht. Keni një fjali të preferuar në gjuhën shqipe, një më të ndërlikuar që keni pasur më të vështirë ta mësoni? Jo, nuk mund të them më të vështirë, por më të preferuara ka disa fjalët. Per mua unë kam sen fonetika, jo si fjalë, por fonetika shqipe ma pëlqen shumë, prandaj fonetika e gjuhës shqipe për mua është shumë e preferuar. Pastaj ka fjalë besa. Besa, po. Besa është një fjalë në kuptim është shumë e rëndësishme sepse buri i besës është buri i vërtet. Ka mësuar këtu. Edhe kjo është shumë rëndësishme për jetën, të jesh buri i besës. Si keni mësuar ju për kulturën shqiptare, duke shfrytzuar gjuhën, çfarë keni lexuar, ndoshta thjesht për të shuar kuriozitetin se si keni mbrirë deri te kultura shqiptare, ose është thjesht eksperienca? Duhet të lexosh shumë, por është eksperienca, unë flas shumë me njerëz.
në rrugë, jo vetëm me diplomatet, jo vetëm me ministrat, por unë flas me njerëzit në rrugë, në restoran, në Bregdeti, kudo. Edhe flasësh, edhe shikosh si janë njerëzit. E qartë, në përgjithësi, çfarë mendoni për të rinj të cilët duket sikur po e humbin interesin për gjuhën e tyre amtare kohëve të fundit, sikur je pak më cool nëse flet gjuhë të huaj. Gjuha amtare gjithmonë është shumë e rëndësishme për çdo njeri, sepse ti je shqiptar apo çek, edhe duhet të flasësh gjuhën çeke apo gjuhën shqiptare, edhe gjuhë të tjera. Për shembull, vajza ime ka lindur në Singapur, ka studiuar gjithkohë jashtë vendi, edhe tani neve jemi këtu, ajo është në Prag, edhe universiteti ka studiuar në Prag, ajo është 26 vjeçar, edhe unë kam se në duhet të studiuosh në Prag, nuk mund të shkosh në Londër apo kudo, sepse askur ka jetuar këtu, edhe duhet të mësosh gjuhën çeke, edhe duhet të studiuosh në gjuhën çeke. Është pjesë e identitetit në Po, fund të është ditës. identiteti. Gjuha është pjesa më të fortë e identitetit. Definitivisht. Disa fjalë më të preferuar në gjuhën shqipe keni? Që mund t'i ndani? Unë kam folur për besa, edhe ka fjala tjetër, për shembull zemra. Zemra. Ma pëlqen shumë, është një fjalë shumë e butë, përdoret mendimi fjalës është dashuria, është shumë e butë, por edhe miqësia. Edhe në gjuhë të tjera ka fjalë zemra. Por këtu është me kuptimin më e rëndësishme edhe më butë se sa në gjuhët të tjera. Mendoj unë, prandaj ma pëlqen shumë fjala zemra. Zemra, besa, janë dy fjalët, okej? Po. Po, zemra përdoret shumë edhe për si emër, për të thirrë dikën. po. Je si zemër ose për të dhënë një kompliment. Përdoret shumë në jetën përgjithshme dhe ka shumë kuptime, por gjithmonë kuptime pozitive, edhe ma pëlqen shumë. E qartë. Keni një mesazh për fund për gjithë ata që na ndjekin, që e shohin një farë lloj shembullit e ju duke pasur parasysh që ngurojnë ndonjëherë ta mësojnë gjuhën shqipe për shkak të kompleksitetit të saj. Ju keni arritur, çfarë do ju kishit thënë shikuesve tanë? Unë mund të them që mësoni gjuhën, gjuhën amtare dhe gjuhët të tjera, sepse është pasuria e madhe. Patjetër që po. Ambasador, unë ju falenderoj shumë që keni qenë sot pjesë e televizionit Alsat, edhe shumë kënaqësi të realizoj këtë bisedë në gjuhën shqipe me ju. Uroj shumë të shihemi në të tjera ngjarje të bukura përreth. Kënaqësia është imja. Faleminderit shumë, punë të mbarë. Faleminderit shumë edhe juve. Kështu kemi përfunduar bisedën për gjuhën shqipe me ambasadorin çek, për të parë rëndësinë e saj, për të parë lidhjen e gjuhës me kulturën dhe gjithçka tjetër. Faleminderit që keni qëndruar me ne.